Gjyqtarja Elsa Ulliri do të kryesojë trupën gjykuese ndaj ish kryeministrit Sali Berisha dhe 4 të pandehurve të tjerë. Rezulton lidhja afërt familjare me një prej deputetëve të Partisë Demokratike. Bëhet fjalë për Andja Ullirin, e cila hyri në kuvent pas zgjedhjeve të 2021-shit. Andja Ulliri kandidoi edhe në zgjedhjet e 11 majit në listën e hapur të Partisë Demokratike në qarkun e Durrësit. Aktualisht ajo po lufton për të marrë mandatin, pasi pretendon se i takon asaj dhe jo Arjan Dojës. Ulliri pretendon se e meriton me kuotë gjinore, por a ka një konflikt interesi mes gjyqtares Ulliri, që do të shqyrtojë procesin më të rëndësishëm, dhe ish kryeministrit që aktualisht mban edhe drejtimin e Partisë Demokratike, ku bën pjesë edhe Andja Ulliri. Lidhja afërt e gjyqtares, a mund të gjykojë një afër me një deputete demokrate shefin e saj politik? Kryetari i gjykatës së posaçme Erion Bani foli në lidhje me konfliktin e interesit dhe dorëheqjen e mundshme të gjyqtares Ulliri. Sipas kryetarit Bani, përgjigjja gjendet në nenin 15 të kodit të procedurës penale, por ky nen nuk ka asnjë lidhje me konfliktin e interesit. Neni që lidhet me papajtueshmërinë është ai 16. Papajtueshmëria për arsye lidhjeje familjare, gjinie ose krushqie. Në të njëjtin procedim nuk mund të marrin pjesë si gjyqtar persona që janë ndërmjet tyre ose me pjesëmarrësit në gjykim, bashkëshort, bashkëjetues, gjinie afërt, të paralindur, të paslindur, vëllezër, motra, ungjër, emta, nipër, mbesa, fëmijë të vëllezërve dhe të motrave, ose krushqie afërt, vjerr, vjerrë, dhëndër, nuse, kunat, thjeshtri, thjeshtra, njerku e njerka. Por kush është Elsa Ulliri? Pasi kaloi vettingun Elsa Ulliri, i ushtua në tetor të vitit 2022 trupës gjykuese në gjykatën e shkallës së parë për korrupsion dhe krimin e organizuar. Vendimi u mor nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Elsa Ulliri është një gjyqtare me eksperiencë në sistemin e drejtësisë. Ajo ka përfunduar shkollën e magjistraturës në vitin 2014, ndërsa stazhin profesional e ka kryer në gjykatën e rrethit gjyqësor Tiranë dhe më pas në vitin 2015 është emëruar gjyqtare në gjykatën e rrethit gjyqësor Lezhë. Për 3 vite Elsa Ulliri ka mbajtur detyrën e zëvendëskryetares të kësaj gjykate, ndërsa ajo ka gjykuar çështje të rëndësishme gjatë ushtrimit të detyrës së saj në Lezhë. Ajo ka qenë pjesë e trupave gjykuese në disa dosje të rëndësishme, të tilla si ajo e Plaren të Ndrecës, inceneratorit të Tiranës, çështjes së kryebashkiakut të Rogozhinës, të Vangjush Dakos, metamorfoza e të tjerë.